Shtetasi shqiptar Altin Sinomati, i cili besohet të jetë nxitësi i vrasjes së Selav Dishehajt, njohur si Paseroto, i vrarë më 20 shtator 2020 në plazhin e Toravianikës, një qytet në provincën e Romës, u arrestua në Abu Dhabi nga policia e Emirateve të Bashkuara Arabe. Arrestimi ndodhi në lidhje me kërkimin ndërkombëtar për ta rratisurin e ashtu quajtur njoftimi kuq i kërkuar nga Drejtoria Antimafia e Distriktit të Romës. Sinomati akuzohet se ka dhënë urdhrin për eliminimin e shehajt nga Raul Esteban Calderon, i dënuar tashmë me burgim të përjetshëm për vrasjen e Fabrizio Pistikelit, duke i dorëzuar fizikisht atij shumën prej 150.000 eurosh si kompensim për ekzekutimin. Për krimin në fjalë, Calderon si autor dhe Giuseppe Molisso si bashkëpunëtor janë dënuar tashmë me burgim të përjetshëm në shkallën e parë nga gjykata e krimeve të rënda e Frosinones. Sinomati në një çështje tjetër penale akuzohet sepse besohej se ishte pjesë e një prej kanaleve kryesore të furnizimit me kokainë të organizatës që vepronte në Rom dhe drejtohej nga Molisso dhe Leandro Benato, e cila u shpërbë nga Komanda Provinciale e Karabinierëve të Romës në një operacion kryer më 18 mars 2025. Gjatë ekzekutimit të operacionit, i cili ndodhi menjëherë pas arrestimit të Calderon për vrasjen e shehajt, Sinomati kishte shpëtuar kapjes sepse me sa duket kishte frikë se mos ishte shënjestra e veprimit hetimor të koordinuar nga zyra e prokurorit të Romës dhe kishte zhvendosur bazën e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe.